Tani këto janë polpeta që unë përgatita mbrëm, qofte me salcë, këtu i thonë polpeta al sugo, edhe ja si dollë mrekullia vetë. Tu kam grish një kokër qep në copëzat vogla, e kam skuqur dhe sa qepa të marrë atë ngjyrën e artë, së themi, jo shumë. Pastaj i kam shtuar një shishe nga këto të voglat me salcë nga ato domatet që janë qërshi, se vim pak e emër kjo, dhe një lugë salca koncentrata, i thënë këtu nga ajo salcë e domates që banin nëna tona që e thanin atere. Se i bën polpetat shumë të shishme. Këtu kam shtuar as 1 litër ujë, e le që salca të marri val, të zjej pak, pastaj do shtoj dhe polpetat. Tu tani do përgatis mishin e grirë për qoftet. Kam thyrë 2 kokra vezë. Si që shikoni, mishin e kësham zirë gjimëngjes që të shkrinte. Pastaj kam shtuar bukë të grirë. Mund t'i shtoni dhe bukë të regjur në qumësh, pak rëndësi ka i kam shtuar kripën. Mund t'i shtoni çfarë do lloj buke, boll që t'jetë e regjur brenda në qumër. I kam shtuar pak rigon. Nuk i kam shtuar as urdhër dhe as gjë tjetër, se polpeta al sugo nuk ka nevojë për urdhër. I kam shtuar një gotë qumësht që qoftet të vinë më të buta nga qumshi dhe djathin e grirë. Prandaj shtohet qumshi i qofteve se vinë të buta dhe janë më të shishme. Nuk vinë të thata. Tu i përzjejmë që të gjitha. Unë e përpunova mishin pëste me dorë, normal, se me luk nuk po mbinte mirë. Edhe ja, si është. Këtu kemi për gjitha qoftet, si që shikoni, të gjitha në të njëjtën. Këtu po i jedhë brenda në salcë, mos më kritikoni pse nuk i kuq, pse nuk i bën, se këto nuk kuqen kur bën në salcë, se mishi zjen gjithsesi. Është tamam si gjella që ne bëjmë. Se jo të gjitha gjërat skuqen, se nuk janë nuk të bëjnë as mirë gjërat të skuqura. Unë kështu ma kanë mësuar recetën dhe kështu veproj. Edhe ja ku janë qoftet gati, të 3 pjatat, kjo një pjatë e sheburit, një djalit dhe tjetra e Elianës. Se vajzë e madhe ishte me shoqërinë jashtë, e Eliana me zi po priste, mori pjatën, nuk desha as djathë të grira dhe as një gjë. Se kështë marrë uria, unë e shkreta se s'kishte ngrënë mbas dite. Tu po ishte edhe djathë negri, si që shkoni. I thash, pse nuk e ngrënë me mami mbas dite? Po jo unë loza poshtë, se tek pallati çdo mbasdite ajo los me shoqjet e sajta dhe si fëmijë që i thonë, kishte harruar për të ngrënë. Edhe ja kjo ishte darka jonë e mbrëmshme. Njerëz të dashur, ju uroj gjithë të mirat edhe qofshi mirë. Ciao, ju kam shumë xhane, faleminderit për follow.